statistikisht 50% e gjithë fermerëve të Republikës së Kosovës sjellin qumësht te ne dhe ne grumbullojmë qumështin e tyre. Kjo sigurisht ka ardhur si pasojë të rezultateve dhe besimit që fermerët dhe konsumatorët tonë e kanë ndaj neve. Dëshirojmë të bëjmë diçka tjetër të qartë, që gjithashtu ka qenë pjesë e diskutimit publik, është që nuk i kemi, ose kemi pasur hezitim që të inspektohemi nga AVUK apo nga ndonjë institucion tjetër kompetent. Kjo është tërësisht e pavërtet. Gjithmonë jemi në koordinim me AVUK-un dhe me çdo institucion tjetër kompetent. Gjithmonë kemi bashkëpunuar me ta dhe bashkëpunojmë me ta. Madje mundem me shku edhe pak më larg, mundem me thonë që nëse është e nevojshme nga AVUK-u apo nga çfarëdo institucioni tjetër kompetent, të vinë edhe të kenë të hapin një zyre në fabrikën e qumshit të Vita, aq transparente e kemi procesin, edhe nuk kemi asgjë për të sheh. Në lidhje me produktet që sipas natyrës tyre përmbajnë vaj bimor, ato nuk janë produktet e qumshit Vita. Por dëshirojmë të sqarojmë se janë produktet e qumshtit, produktet e holla, për cilat secili produkt është i raportuar, është i sigurt për të ushqyer, po edhe është i raportuar pranë AVUK-ut. Sigurisht në përputhje me obligimet ligjore që i kemi për këto produkte. Ky fakt është vërtetuar edhe dje, që nuk ka asgjë për të shqetësuar aty, është vërtetuar edhe dje nga vetë inspektorët e AVUK-ut nëpërmjet procesverbalit të tyre. Me pas të qartë që produkti holla dhe produkti Vita prodhohen në procese tërësisht ndara, në përputhje tërësisht me procedurat ligjore dhe sigurisht në disa vite para se të nxirrej vendimi i ministrit që linjat e prodhimit lejohen të jenë, por duhet të jetë dara. Ne këto e kemi bërë në përputhje me standardet ndërkombëtare që sigurisht e kemi bërë para shumë kohë se sa të nxirrej vendimi i tij. Ne inspektorët i presim, i mirë presim. Mirë për ne nuk mundem ta mirë presim dikë që spari nuk tregon me çfarë mandati ligjor vjen te na, dhe se i kemi treguar që vendimi i cilin është thirr dhe ka nxjerr ministri, për neve është vendimi i paligjshëm, sepse njëjti nuk ka kompetencë ligjore për të nxjerr për të çuar inspektor për të kontrolluar inspektor. Po krahas kësaj, kjo është pse kemi reaguar na, sigurisht duke marrë parasysh që cilësia e qumshtit, produkteve të qumshtit, të cilat po hyjnë në Kosovë nga importi, janë produkte jo kualitative, janë produkte jo aq kualitative, sa produktet vendore. Ato sigurisht që po vinë edhe me një çmim, po vinë në tregun tonë me çmim shumë të lirë. Dhe po na bojnë dumping. Po na bojnë dumping në çmimet tona. Po them, jo vetëm për ne, po për gjithë tregun vendor. Edhe ti garantoj dhe të flas direkt me qytetarët dhe konsumatorët tonë, që Vita gjithmonë ka qenë në anën e fermerit, ka qenë gjithmonë në anën e konsumatorit, do të vazhdoj të jetë një avokues dhe zë i fuqishëm për prodhuesit vendor, dhe do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me çdo institucion kompetent dhe do ta respektojmë çdo procedurë ligjore dhe të mbrojmë çdo të drejtë të qytetarit që i takon, se sigurisht që i takon të konsumojë dhe të di çka po konsumon. Më së miri e din çka po konsumon kur konsumon Vita. Te vaj palmes është profili i produkteve, ajo që kërkon këtë përbërs. Dhe secili prej këtyre produkteve që i kemi në tonat, ajo që është në përmbajtje, është deklaruar 100%. Dhe për këtë garantojmë ne si kompani, po dhune si profesionist i lamis. Nuk e kuptoj ku është problemi kur gjitha produktet cilat ne kemi konkurrencë, sikur se hallta, hopla, polimaki, plazma, Nutella, gjitha kanë vaj pallë. Dhe nëse është e dëmshme edhe për të produkte. Në çka është, nuk e kuptoj këtë është problemi. Në gjë duhet t'ju njoftoj, zyrtarisht. Këto dokumentacione nuk do edhe me ju. Për gjitha produktet të cilat ne kemi në zhvillim, ende pa dalë në treg, njoftohet Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës zyra regionale në Pejë, paraprakisht. Me të gjitha specifikimet e produktit, me diagramin rrjes, se si kalon, në cilat linje punohet, gjitha këto në mënyrë të detajuar. Tregoj edhe gazetë, media. Kjo produkt për shembull është 29/8 2024. Kto mund t'i ndajmë edhe me ju. Tregoj edhe faqe tjera që shkon çu dorëzohet. Këto për shembull shëftimi,
Vetëm që kështu se nuk E kemi diagramin rreth, po mund t'i ndajmë andej. Edhe specifikimin e produktit, dhe këto dërgohen në Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinisë. Dhe sigurisht pa lejen, to nuk mund të dalin në trajtim.